67 vjeçari abuzon me një 10 vjeçare në Këlcyr, akuza edhe për 2 të mitur të tjerë, njëri me autizëm. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e Këlcyrës nëpërmjet e cila ka çuar në arrestimin e një 67 vjeçar i cili dyshohet se ka tentuar të përdhunojë një vajzë 10 vjeçare. Autoritetet kanë nisur hetimet edhe për 2 fëmijë të tjerë, njëri prej tyre me autizëm. Ngjarja u bë e njohur vetëm 10 ditë më parë, kur nëna e vajzës bëri denoncimin në polici. Pas ekspertizës mjeko-ligjore, autoritetet morën masë në sigurisë arrest me burg ndaj të dyshuarit. Nëna e vajzës tregon se fillimisht kishte vënë re shqetësimin e së bijës, e cila përmendte emrin e të dyshuarit. Pas pyetjeve të vazhdueshme, vajza tregoi se 67 vjeçari e merrte në makinë dhe çonte në banesën e tij kur bashkëshortja nuk ishte në shtëpi. Ku më pas e prekte dhe çvishte. Ajo shton se ngjarja u bë e qartë sapo vajza i rrëfeu detaje dhe menjëherë shkoi në komisariat për të bërë kallëzimin. Sipas familjarëve, pas ngjarjes, vajza është takuar vetëm një herë me një psikologe të bashkisë, e cila e pyeti për ngjarjen, por nuk është kryer asnjë seancë tjetër mbështetëse. Ekspertiza mjeko-ligjore në Tiranë konfirmoi se nuk ka pasur përdhunim, por në organin intim të vajzës janë gjetur mbetje që dyshohet se i përkasin të dyshuarit. Rasti duket se nuk është i vetmi në fshat i ri. Gjyshja e 2 fëmijëve tregon se niprit e saj janë marrë nga policia dhe çuar për ekspertizë mjeko-ligjore pasi njëjti person dyshohet se ka abuzuar edhe me ta. Sipas saj, djali me autizëm është gjetur i trembur disa herë dhe madje i dyshuari e ka kërcënuar, duke i thënë se askush nuk mund t'i bënte gjë. Ngjarja ka ndodhur 2 ose 3 vite më parë, kur djali me autizëm ishte 12 vjeç dhe i vëllai 10. Drejtoresha e Shërbimit Social në Bashkinë Këlcyr konfirmoi se njësia e mbrojtjes së fëmijëve ka qenë në dieni vetëm për rastin e vajzës 10 vjeçare dhe se ka vepruar sipas kompetencave. Për rastin e 2 të miturve të tjerë, institucionet lokale nuk janë njoftuar zyrtarisht nga policia, edhe pse ligjërisht kjo duhet të kishte ndodhur. Ajo thotë se raporti mjeko-ligjor faktoi se kishte shenja në organin gjenital të vajzës, edhe pse nuk ishte përfunduar akti. Ngjarja ka tronditur komunitetin dhe ka ngritur shqetësimin serioz mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe mënyrën se si trajtojnë rastet e abuzimit seksual në nivel lokal.